Atëherë si mundet pretendojnë këta që do ndërtojnë shtet drejtës kur këto kanë legalizu banditizmin, vjedhjen, grabitjen e pronës. Si mund pretendojnë këto, qa fytyre kanë? Shiko, unë nuk futem, Jo, është puna që bamirë të se jo ngritet një pyetje, kush është arkitekti. Si ka një gazetar nuk ja bë këtë pyetje sa liberisës kur e ka në studio, zotri, ti ke bë tek në lidhje me pronat. Nuk ngrita pyetje, unë e konfirmova. Po e konfirmove, po këtë pyetje pse s'ka bë njëri aty, pse s'ja bë njëri përballë. Çështja e tyre. Unë shiko, sot ne jemi në një moment pranë zgjedhjeve. Po. Dhe në bisedë paraprake unë të thash, unë çështje që kanë bëjnë me përfaqësimin politik dhe interesat në funksion ditë të zgjedhjeve, nuk kam dëshirë t'i diskutoj, sepse unë kam refuzuar të shkoj në çdo lloj studio para se të zhvillohen zgjedhjet. Nuk duhet të influencoj para asgjë. Kjo që ne po diskutojmë, edhe unë them që duhet të qëndrojmë këtu, i takon një retrospektive të gjërave. Ka ndodhur kjo 1, 2, 3, 4, 5 që ka të bëjë pikërisht me fokusin e temës tonë që është pjesa e Tiranës. Dhe njerëzit më të dëmtum, për sa i përket titujve të pronësisë, në mënyrën më absolute janë tiranësit. Janë familje të Tiranës. Të cilët, duke qenë njerëz që i kanë shku shumë mas ligjit, kanë prit shumë nga ligji. Qytetaria. Kanë shku në për gjykata, njerëzit janë plak me dosje në për dur. Madje shumë vetë kanë ndrru jetë me shpresë që do marrin pronë. Si morën dot. Nuk i morën dot. Po pra. Tashi, çdo njeri e bën vetë bilancin. Por të lutem largohu atmosferës së zgjedhjeve sepse nuk duhet të interferoj fare. Nuk e kisha fare, bamirë, as mua nuk më intereso për zgjedhjet, unë ta thash le ta bëjnë çfarë den. Por aman, që njerëz që i thonë vetes gazetar, analist dhe nuk përballen me gjona kaq të rëndësishme, domethënë se është koncept. Si më thonë ti mu, ose temu ty tash, unë jam anglez. Po s'jam anglez, më vëlla. Po mirë, çfarë them? Po tash çfarë them? Domethënë, kjo kultura e mos ballafaqimit ton, ndaç edhe me të kaluamën e komunizmit. Na ka sjell këtë pikë që ne manipulojmë, se e kemi diskutuar gjatë, manipulojmë dhe falsifikojmë historinë, dhe ti e di shumë mirë, në atë libër që kam shkruar dhon, manipulojmë një histori që ne kemi përjetuar vetë, e kemi si aktor, si protagonist, si gjitha, dhe vinë rrejnë sy për sy, sa që kam thonë një herë, që ore zotëri, pritni të vdesim mirë, se jemi gjallë. Po jemi gjallë, e kemi pa me sy tonë, si ka mundësi dhe më thonë. Në një emision televiziv, mu ma thanë, nuk e pash, eksponent të lartë të politikës, nuk di se çfarë është bërë Shqipëri, kur vje fjala për periudhën pos 21 janarit vitit 2011. Pra, ngrehet një pyetje, si nuk u ngrit, tha, një komision hetimor parlamentar, ndërkohë, nuk kanë faj, e di pse s'kanë faj. Sepse ai komision hetimor parlamentar nuk u ngret për opozitën në asaj kohe. Nuk u ngret. U ngret vetëm për presidentin, kundër presidentit, kundër kryeprokurores, kundër shefit shërbimit informativ. Jo që bot Puçin, pikërisht pra. Puçin, ndërsa kryetari i shtetit i bë Puç. Ndërsa personin në fjalë, se s'duhet të specifikoj gjinin, personi në fjalë ngre pyetjen, ore ky njeri që sot është në nivele të larta të nomenklaturës, nuk di se çka ndodh në 2011-ën. Kuptoj ku jemi. Kjo është e tmerrshme. E kuptoj ku jemi. Se këto mirë që nuk din historikun e politikës, for këto dhe të fynë, sepse në rast se një emision të nxjerrë ty, do më thjesht për retorik politike ndaj njerëzve, do thotë që ne kemi përfunduar shumë keq. Apo një person tjetër që ka qenë antar i komisionit hetimor parlamentar, sot është kritik, shumë parimor, dhe harroj që ka qenë grupi i inkvizicionit në atë periudhë. E di për që ne ke fjalën. Po se përmend, ma se përmend. Po jo, më mos i përmend. Nuk i përmend sepse çdo njeri duhet bëj refleksimin e vet.